Maqedoni po paralajmërohen që në fund të vitit ose fillim vitit të ardhshëm do të ketë zgjedhjet parakohshme. Edhe ky farë lloj diskursi politik i kryeministit në publik është blerje kohe dhe mundësia po patjetër dhe mundësia që të niveli i sensibilitetit tek studentët të bie dhe të gjejë në plotësim të kërkesës për momentin nuk ka. Kështu që si do jetë fati i çështjes së gjuhës shqipe tek studentët. Studentët kanë thënë që një krizë edhe më të thellë ndëretnike? Po, kriza nuk ka kuptimin ndëretnik. Kriza është në mes shtetit Maqedonas dhe etnitetit shqiptar, sepse abuzohet duke thënë që krizë ndëretnike, domethënë Maqedonasit dhe shqiptarët nuk kanë çështje të hapur si popull, por në këtë rast Maqedonasit përmes elitës politike të tyre po vënë në pikë pyetje të arriturat e shqiptarëve, jo vetëm lidhur me gjuhën shqipe, por edhe me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat dhe një sër çështjes tjera të kanë të bëjnë edhe me implikimet financiare. Gjatë këtyre tuaj do vijojnë këto protesta? E kanë paralajmëruar vetë studentët se nuk do të dorëzohen me asnjë çmim. Çfarë shkaktoi kjo? Maqedonia është një vend fragjil dhe nuk do të mund të mbajë këtë ritëm, sepse ikja e të rinjve në Maqedoni sot është rreth 10.000 qytetar në vit. Niveli i varfërisë është 22%. Integrimi i Maqedonisë është një pikpyetje të madhe dhe nuk mund, thjesht Maqedonia nuk mund të mbajë mbi kurrizin e saj edhe një çështje të pazgjidhur ku 1/3 e popullsisë së tyre është e involvuar në këtë proces. Nuk mund ta mbajë, shpresoni të ketë një zgjidhje apo? Detyrimisht ose zgjidhje ose zgjedhje të parakohshme. Ndryshe nuk besoj se ka diçka këtu në mes. Zgjidhje ose zgjedhje? Po, zgjidhje nga kjo qeveri? Praktikisht duket e vështirë. Ne si opozitar nuk shohim zgjidhje, sepse ato kanë dy mënyra shumë të shpejta. Një, ligji i cili ka kaluar dhe i propozuar nga Naime të vendoset në renditje në kuvend dhe të votohet, dhe çështja më është e zgjidhur. Dhe e dyta, cilën e kanë thënë edhe eksponues të tjerë, në ligjin ekzistues vetëm të mund të bëjnë gjuhën shqipe pjesë të provimit. Iniciativa juaj është në sirtar dhe e ka zënë pluhuri tashmë. Fatkeqësisht. Edhe një pyetje të fundit kam, zot Lloga. Përse tani u ngritën studentët shqiptar? Meqense asnjëherë nuk e kanë patur mundësi ta japin provimin në gjuhën shqipe apo jo? Ligji i vitit 2019 është ligji për përdorimin e gjuhës. Çfarë ndodhi? Çfarë ndezi ata? Çfarë ndezi protestë? Është një gjërat e re i cili nuk lejon që këto kompromise të mëdha gjeostrategjike apo rajonale, cila politika shqiptare t'i bëjë edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Edhe kërkesa e tyre, besoj unë, është e provokuar edhe nga akti i dorëzimit tim të iniciativave në qeveri dhe në kuvend të zgjidhjes dhe marrjes miratimit nga gjitha këto organet cilët japin pëlqime që këto provime të bëjnë edhe në gjuhën shqipe. Por mos harrojmë se ky është vetëm një maj e icebergut. Do jenë edhe shumë provime tjera në pikpyetje, do jenë edhe shumë çështje tjera dhe unë mendoj që ky është filli i asaj gjëje zgjatë që shqiptarët e Maqedonisë do duhet ta të jenë përgatitur për t'i zgjidhur në periudhën e vijim. Edhe diçka, reagimi i Prishtinës dhe Tiranës zyrtare lidhur me këto protesta? Tirana ka qenë në nivelin më të lartë të mundshëm, dhe ky ka qenë një fakt i cili na gëzon, edhe kjo fal punës dhe meritor është këtu zoti ambasador Mejdani, i cili arriti që këtë çështje ta sensibilizoj edhe në Shqipëri, duke pas takimet drejt për drejta të studentëve me titullar institucionesh që nga presidenti i Republikës, por edhe ministri i punëve të jashtme, ministri i arsimit dhe Shqipëria për herë të parë ka qenë në nivelin më të lartë të mundshëm dhe është gjë për cilën dua ta përgëzoj edhe nga kjo studio televizive, kurse Prishtina fatkeqësisht ka ngelur në provim. Ndodh për herë të parë që nga bashkëtesa jonë në Jugosllavi, apo edhe pjesa e UNMIK-ut, kur ka qenë në Kosovë, e administruar nga UNMIK-u, edhe pjesa pas pavarësisë që Kosova të mos ketë zë, dhe për herë të parë... Si e shpjegoni? Ka një lidhje të çuditshme mes kryeministrit Albin Kurti, kryeministrit Kristian Mickoski dhe partnerit politik Vlen. Nuk arrim ta shpjegojmë dot, do të duhet të futemi
në teoritë konspiracionit, por duke marrë parasysh se edhe ato janë zgjedhje politike, nuk desha të implikohem më shumë në këtë çështje. Ju falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit për mundësinë e dhënë. Një tjetër hapësirë publicitare sërish pas pak bashkë. Dita jon në A2 CNN mundsohet nga Segafredo është stili im.